tashmë, vizitor vendas dhe nga gjithë bota kanë pushtuar Venecian për të shijuar atmosferën festive të karnavaleve në qytetin romantik. Kjo festë në vetvete përbën një sinonim me argëtimin, ngjyrat, muzikën dhe vallëzimin. Qindra gondola mbushën kanalet e ngushta të qytetit me ujë, ku dhan një paradë me maska dhe kostume shumë ngjyrshë. Duke kaluar përmes rrugicave karakteristike të Venecias, vizitorët janë në kontakt me historinë e mrekullueshme të këtij qyteti. Është fantastike të përjetosh karnavalet më të famshme në botë, u shpreh një turist. Gjithashtu, një tjetër vizitor u shpreh se është me të vërtetë manitse të përjetosh personalisht këto maska elegante dhe të bukura, që zakonisht ne i shohim vetëm në televizion. Përdorimi i maskave në Venecia ka një histori të veçantë. Dokumentet e para, të cilat përmendin përdorimin e maskave, gjenden rreth shekullit të 13, të cilët përshkruajnë praktikimin e goditjes së grave me vezë nga burrat e maskuar, e cila u ndalua nga Këshilli i Venecias me ligj në maj 1268. Me kalimin e kohës, festimet e karnavaleve reflektonin eventet historike veneciane. Gjithashtu, ndër eventet e ndryshme të festimit të karnavaleve, Gran Ballo della Cavalchina në Teatro La Fenice konsiderohet si më spektakolari dhe ekskluzivi i ballove me maska veneciane.